I'm standing in this beautiful, beautiful place. It's a village called Dobrdol. It's near Klina, which is in central Kosovo. And we've just had an incredible afternoon talking to an old man in his 80s about how life used to be a long time ago, how they settled this region all the way from the Turkish times and all the way till now, and what they have been through. But more than anything, on this Easter weekend, what he was talking about was the Catholics in this village and the Muslims having lived together side by side all of these decades, all of this time, for a long, long time, and all getting along, the Muslims going to the Christmas feasts and the Catholics going to the Muslim holidays. And it's an example for the whole world, I think. What an extraordinary place. No one talks about much, but where Catholics and Muslims are living together in peace. And an extraordinary place, extraordinary group of people. Si jeni ju? Po mirë. Ma tjetër bu. Mirëdita, si jeni? Mirë. Shumë faleminderit që po na presin sot. Mirë se keni ardhur. Thank you, faleminderit. Çfarë bashkë, çfarë vende keni këtu? Sa punë keni bërë, sa dru keni prej. Na, ky popull ka vujt shumë. Këtu ka nejt 538 jetë Turqia ka nejt. Me ardhen e Turqisë e ka bo një ndamje të kombit shqiptar se të gjithë i kanë besimit katolik. Po, Prej lirëve. po. Kur e kanë bo ato, do prej Dibrës atje, nështë e din ku e Po, Dibra, Kini, Po. e deri në Ferizaj i kanë bo me zërt. Me zërt këtu. Knena i kanë bo me politik. Kanë bo begler, ka bo zotni. Ka thonë që këtë toke, që toka tonë janë tuat, ti ki mu bo i besimit musliman, kimi këthy krejt toka tonë mi bo musliman, ti ki me konë zotni. Me pas armat, me mujt me bajt armat. Po, barë token me zotnu popli, a i me shudzu, zotnia. Na kem pas mi dhonë 10. Mi pas 10 duj kalamosh mi bon, një du të mja qu zotnis. Jo veçun, po të në shpia. Zotnia i ka premtu atëhere asoj kohë, që ati si kush ka komandu atëherë, për shembull, janë konë pashalort atëherë, posha, kush e ka shni, i ka premtu si qëta njerëz do bërdolin, Zabezën, se po t'i njej do katune këtu, Ujmirin, Siçeven, Gjurgjovikin, e tek të nën plëshit të te, atje ku i konë, kome t'i kthy, kome t'i bo në besimin musliman. Veç ti mu me bo zotni. Unë e më konë udhëhet si qësoj pasunie krejt. Më konë udhëhet si pasunis. Ta zotnia nuk të ka leju me maru shpi. Jashtë me po të valë dhe pe drunit. Pe i gurit s'ke gudu me maru shpi. Me qelë pusa, bunonë, si u thë. Nuk i gudu me qelë në aborton. Se ke pas ligjit s'ka leju. Pasha atëherë. Ke pas me qelë me dis katuni edhe me shku krejt katuni me morë të në qatë bunonë. Se nësë me konë se me bo me maru shpin, e mësë me të pas zotnia, e mja qitë kulmin me rëgullu, nuk është drejt mo me ta morë zotnia, se me konë ligjit atëherë. Ku keti si se po vënjerin të këtë na maroj, edhe tash është. Po s'ka gudu kërkush me maru atëherë. Veç kanë maru këso prej drunit, su kur s'janë në përbjeshka s'janë stanishtat, sa sofur me në konë. Kanë maru pojota me krejnë kështu, mi kop drunat kështu, e të një të i lidhë kënena, mi pështet tjera, su kur
e me ftet dushka tani në to, me shtin gjonë në to, aso po. Aso kanë pas. Unë I di, si për pola na, po tash pe 12 e kënina, si është hek Turqia për këtujnë. Tu kanë njës tani tu shliru veni, popli tu zhvillu ma fort, tu hek friga e diktaturës. Po tani herë edhe Serbia, po kjo e pak ma ndrysh, e Serbia por. Se I herë konë Serbia por. Do thot, ju keni mbajt fejen katolike, me bo musliman kisht mujt me ndërtu që ato shpije, me pas që atë kohë, me Jo, me ndërtu, asa ta nuk I leon kemi ndërtu. Po kanë pas ma drejt me punu, me zgjidh tokën ma të mirë, me shku në pazar kur dojnë, me bleshka dojnë, besimi katolik. Unë e kom pas emrin Mark, shkru me në kishë. Më falë që po thamë. Po këtu nuk kanë guxu me më thirë Mark, po më kanë thirë Mus, më kanë thirë Hasan, Hysen, Ali. Tu e në kontos janë bonë atë ku, për më smejlonë se me bo me më thirë Mark, emën Mark musliman s'ko. Po, kuptohet. Se egziston. Kuptohet. Kuptohet. Ja. Aj, me një herë t'nalke, zaptit atër. Do thot, sa familje janë po muslimane, sa janë met katolike këtu? Këtu kanë met një përqindje vogël ka met. Vogël e Katolikëve. katolikve. Po. Se tash në qitë fshat të morët për i fshatve. Prej Corovikit, ti nuk e din ku Coroviki, është edhe Qabiqi, jemi na Dobërdoli, Gjurgjëviki. Si kohët besimit katolik edhe musliman bashkë. Barashe, që të përgjysh. Prej Corovikit, e terin Ferizaj, mo katolik s'ka. Kjo është si Krejt janë Yeah. besimit muslim. I just want to say in English that for me this is so fascinating because we all know about the Ottoman Empire and we all know generally what happened in this whole region of the Balkans. But it's really interesting for me to talk to people who actually in their family experienced that and remember very well what it was like when they were told either they become Muslim and they get all these rights or they stay Catholic and they have no rights. So this is a family that experienced it. Si quheni? Unë emnin e kam Kate Berisha. Berisha, po. E lind jam në Gjirokos, të Gegajt. Pa lakti kem shok, e unë kam dal, kur jam marrë nuse, kam dal për Gjirokosi, kam lënë 93 vetë. A jeni njoftu për para? Ja, nuk jem pa kur. Unë e poshtë në tinës ka ja. Kur nuk jem pa nër veti. A vish kur i martu si mos jem pa. Kur. Edhe kur e kam pa, të nuk... A ke pas nëj fotografi? Po, kam në sobë, kam shatje Për vjerë. para se mu martu? Ja, me këta, ja, kur. As keni ditë qysh po duket? Jo, që besa se kam ditë. Bilindesh me të thonë, kur e kam morë mas fari, më ka dëk në kish. A i glarel, sa i zaber, sa i kahit, a kë, s'm ka pëlqy. E ardhëm të undresh, të një hajt, të undresh, undreshëm. E kur ju keni qenë fëmi atëherë, qka ju kujtoni, a keni bledh krejt me një od, a qysh keni bë ka shumë njerës? Valla, krejt. Qysh keni hangër? Valla, qysh kemi hangër, për të shpët kalzaj. I kem pas ka 2 magjatore. Edhe kem pas ka 2 bashica. Gjon kem pas bëll. Edhe kem pas shpinë e madhe, burrat hangshin së burro. Një sofër hanke plesh, një sofër ma 3 pak si Nikola, një sofër pak ma moshatar. Edhe kem pas 3 sofër gra. Një sofër hanke plaka, një hajke me nuse, një me shika, veshika, devojka. 6 sofër u këthajshin, 700 gratë buk, kalamoshe ku 700, ka 15 buk kalamoshe. 15 buk për një herë me hangër? Për një herë për cilë dhe darken. Po 93 vetë. 2 herë në ditë? 2 herë në ditë. Edhe
ku shishim të flia kështu, ka 8 flia. Te flia për një herë me Për një hangër. herë. Për sofët burra, smire, 2 sofët smi, 8 flia, 1 fli, e shëshim të mëllin, e kem pas mëllinin, me blu. Mullin e vetë. Po të unin, kem pas blu, ke baba jam. Atje shëshim. Do thë krejt ju, krejt keni mujt me kry për vetin. Krejt për veti, krejt. Me hangër, silën, me hangër, A darkën. keni nda puna, për shembull gratë, një javë keni punu buka, një javë 2 dit, marua. 2 dit, mazhatorja gatujke, edhe një masharja e një mojke. Aha. Tash po, si më konë aja reja jeme, unë më konë të më gatu, e aja të më një mu me mikro buk të kalabush. Edhe qështu i kam mësu edhe qëshme. Po, edhe atër aja delke si janë konë një mashare, kjo si gatujke, hike një mashare, hike tjetra gatujke. Edhe bashicat janë konë, ka 2 delshin bjeshk, ka 2 kishin të shpijen. A keni, sa herë, keni pa burin, veç gjatë ditës e ke pa, a ke najnë me burin gjatë? Valla s'kam nejë se gjatë ditë rëngatë, sa shko ishken livallë, sa shko ishin nara, sa shko ishin me punu, e kem pas zotën i shpis, ko gjatë fort. Edhe në gudzeshim na, se ku gratë e reja si bojnë me bura, bëll. Në gudzeshim, as shikat zgudzeshin të shpia jeme, as edhe këtu, mi ke marrë unë e ma modhja kesh, i erdha unë se nër plaka, atër mi ke marrë, nuk s'fëllsha fort. Qëfar pun ka qenë marran për gratën qatë morë, qatë herë? Qatër ku erdha unë, aku kam lënë atje. Në qatë shpije jote, Si kam lënë gjëra ka kot. qenë marran puna? A me gatu, a me fshi, a me lja? Ja, i kanë pas me dame, atash 2 mazhatore, 2 bashica janë konë, edhe janë konë nusët, e kanë pas detyrën e vetë me fshi, me ljaen, me fshinja burin. 2 ditë në radhë? Po. Qysh kanë nusë, që ashtu i bajshin punët. E zoje shpis, ajo ka thanë grave që ka duhet me bo këtë ditë? Ja, zoja, kem pas në zotin e shpis, edhe kem pas një grove jushka të konë, ajo konë mas zotit shpis. Ajo shka theke, ajo gratë e bajshin. Qashtu? Po shibesa. Shumë janë konë, në razi kem pas, për si jem konë kalavlak. Nuk kem pas fjallas të lashas. Shka keni marë si qez të buri? Qa keni marru? Vallas. Paje. Ha? Qez. Qez. E vek. Vek, po. Po, vekën i kem maru në krejt. Pëlhurën kem pas, këmish pëlhure. E kem pas kanacat, është dyshë i thoni jo. Kanac, po. Edhe i kem maru, pëlhurën e kem jo, për veti. Për burri ka ble, burri se më konë Buri roshtë e në misu. tirë, që? Janë pantëll, janë me tirëshi si kam Ma gjetën. heret. Ma heret, pantëll gjgonit. Shumë falemderë për juve, shumë bukur me një për jetë. Faleminderit edhe për jush, faleminderit. Si quheni ju? Unë quhem Nikol Berisha. Jam Nikol. djali i Markut edhe i Katës. Sa jeni në fëmi për këtine? Ne jemi 8, 8. 4 djem e 4 O, sa bukur. E sa janë hala këtu? Në Kosovë jam unë me këta 2 plest edhe me grunë teme. Edhe një motër tjetër është me burr edhe me fëmijë jeton në Vosel Gjakovs, kurse vllaznit, motrat tjera, fëmija mi jetojnë në Evropë. Oh my God, do të krejt kanë shku, gati krejt, përveç ky. Na jemi 4 vetë. Na jemi 4 pensionera. Do me, Knoqni. do me shkru të dera atje shpia plegjve. Tell us now about Easter in Dobardol. What are the traditions? This is so beautiful what they have put before us on Good Friday. Na kallzoni për Pashkën e Dobardol. Si tradicionale për festën e Pashkëve janë vot e ngjyrosne, Yeah. Si Edhe- në Amerikë, edhe është buka simite, na i thonë bukë simite. simite. Tash qësh din ta me një spjegu.
janë tradicionale për festën e Pashkut. Shumë Edhe kemi tamëlloriz. Tamëlloriz, po. Me oriz me zi, Kuptohet, edhe po. me qitë në ato pjatët e vogla, merë gjithë cilë. Shto e në tradicionale. Kjo buk, nesër shkojnë në kish, edhe i marim vot, e marim bukën, e marim djathin, i marim ato prodhimet tona që na i prodhojmë vetë. Edhe nesër në kish, në ora 11, është bekimi i aty në gjona ushqimore. Vim të shtëpia, dilën mëngjes, i urojmë festën njëni tjetrit antarëve të familjes, edhe e hapë bekumen, qatë buk, që shpekom në kish. po qatë buk që është beku në kish, e dojmë riska të vogla, se mëngjes qas shumë nuk shkojnë buka në mëngjes, edhe e marim, e hapë të bekumen, edhe bashkan gjitëm tëni me vllazni këtu tjerët, edhe ja urojmë festën njëni tjetrit. Tëni presi musafir, na vinë musafir, na vinë vllaznijat katonit, kumari, të besimit musliman, të besimit katolik, edhe festën e festojmë së bashku. Ne kemi afërsisht qashtu në Amerikë, po të dilën në mëngjes, po ato po marrin që të voqi kemi gjyros, edhe po qesim në përbashën, gjithkon, sheftas. Edhe krej fëmijë duhet me dalë me gjithë. E qaj është. Na nuk është nuk. Tash monën me. Na përpara, të bëjshin fëmija këtë ka të unë derivon ka gjësu, po tash për fatkes kanë dalë shumica. Vishin fëmija, si të besimit katolik, si musliman, vishin zbashku, të gjitha cila shpi shkojshin, javë qitë qenë korpën me vo edhe zgedhe të një vo, qëfare po donë me marë. Të dera. Urna, mere. Ti kush e zgedhe ke në gjyrën e kuqe, di kush e në gjyrë tjetër, di kush e në gjyrë tjetër, edhe është konë, dikteri vo në konë, po për fatkes kanë dalë shumica dhe janë metë. Na kemi pas mas pari besë. Shqiptarët. Kur ta këmdon besën, ti je konë motra jeme, je konë nona jeme, je konë shka dush. Ka dush krejt botë muenu në ti bashkë, unë e ven none, ven motrë, të unë e konë se më konë besnik. Emi konë ata cëllë fjallin kur se kem laku. E dyta është, si popli shqiptar, o konë mik pritës edhe buk dhënës. Edhe i pa pasur, nuk ka pas as pasuni, po zemën e ka pas bujare për mik pritje. Se me bon zonë dikush, mes me mujtë me dhonë dishka, mu do këtë se marova, shkova dam. Mes me dhonë dishka që na kem adete, kem princip. Kjo është adeti jorë. Si pas kanunit. E si mas kanunit, që për di ka dhe kanunit kjo. Feja, lumjaj, veç fejnë nuk du të me mashtru, po du të me dashtë me gjithë zemë. Se feja është shpirtnore, e lumja i lumi si beson, edhe e don, edhe e respekton. Se në këtë jetë, edhe në atë jetë kam i pas renet e mora dhe të mira. Si në familje, si në shnet, si në gjithë. Se ka mashtru as Zotën, as robin, as kërkon. Edhe është mesazh shumë rëndësi, jemi këtu për Pashkt, edhe me mujtë krejt botë me një qatë mesazh, që ju si një fshat shembullore që keni pas katolik, e keni pas musliman, zbashku të jetu edhe në fshat, edhe në familje, që sa vjetë, sa dekada në pache, që kur këtë botë nuk mundet me kuptu qësh me botë që thapë, qësh me jetu zbashku me pas dy feja. Unë e po të thëmë një, me orë këtu të na, kur kemi dasma. S'ki me ditë cilë një musliman, a cilë e katalik me të adhon krejt dy jonë. Edhe me orë kur ka të pame, se s'kem qore pa ditë. Ban vaki i besimit katolik ka më konë për mjash në shkryt në vend të ati të zotit shpis, ka më konë i besimit katolik, a i ka dek musliman. Se jemi vlazni. Me pre, që rëku ka kryqit, përshe? Kjo bekuhet, thujnë me hangët bekume.
Se Krishti, kur në gjallë zdekni, e ka gjetë nonën e vetë që shtojnë priftat, të kojt, edhe i ka bon zonë shkaki, thot, një dole këm posë edhe se kam. Thot, jo e ki, unë e jam. Edhe thonë që i ka bon krys. Buks, thonë edhe në Amerikë. Qashtu, po. Qashtu. E tani për që ta ka met kjo e bekumja, për 3 ditë poshtë, ka pak me do, tonë, se më konë që familje shumë, kjo duhet vish kajtru. Vesh pak. Sa për të bekumë, bekuet kjo, bekuet djothi, bekuet boja, edhe këtu i merë ka pak, të një masaneti hamesh në dashat dur, prej dashe pisë.